Edhe pse Edi Rama nuk votoi rezolutën për genocidin serb në Kosovë, vjen përgjigja pas një jave, pikërisht nga Parlamenti Evropian, jo pak, por 31 pika për të denoncuar, për të dënuar pra genocidin serb. Tani një pyetje, meqense kjo Olta Gjaçka është zgjedhur së vendës presidente, asambles në Këshillin e Evropës atje. Çfarë do thot kjo për shefin e saj? Si mendoni juve, kush e gjen qëndrimin që do të mbaj Olta Gjaçka? Ti thotë Europës që juve gënjeni se Vučići është vllai i Edi Ramës, se Edi Rama vllai i tij dhe una dhe ne partia jon, familja jon, apo do ta nguli çadrën dhe atje të thotë rroft komunizmi, rroft partia e Serbisë, se unë jam Olta Gjaçka dhe s'pyes për njeri. Ne të shohim se si do të votojë Shqipëria. Të gjithë do të jemi kurioz, por sikur e dim të gjithë, asgjë nuk do të ndryshojë. Fatkeqësisht, partia jon, shteti jon është në shërbim të armiqve tanë, të Serbisë dhe të Greqisë.